Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Vjosa del nga shtrati në urën e Mifolit dhe përmbys zonat përreth, situatë kritike në Gjirokastër, shumë automjete bllokohen nga uji dhe inertet. Rëshqitje në rrugën Qukës-Qafploç rrezikojnë udhëtarët, përmbytje edhe në Pogradece Korç në Durrës, protestohet për dëme të mëdha. Kryeministri Rama ironizon opozitën për shëndrimet ndaj përmbytjeve, ndërsa Berisha fajson qeverinë dhe kërkon shpalljen e fatkeqësisë natyrore. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Lumi Vjosa ka dalë nga shtrati në urën e Mifolit duke shkaktuar përmbytje në zonat përreth. Situatë kritike edhe në Gjirokastër pasi shumë automjete janë bllokuar nga uji. Edhe rruga kombëtare që lidh qytetin me Kakavijen është bllokuar nga dhera dhe niveli i lartë i ujit. Shirat e rëmë kanë çuar ujë në lumin Vjos në nivelin e 8 metrave, duke rrezikuar daljen nga shtrati dhe përmbytjen e 10 hektarëve tokë. Ndërkohë, prurjet pritet që të vijojnë nga Gjirokastra dhe Përmeti. Autoritetet thanë se strukturat operacionale janë në gatishmëri, ndërsa pikat më kritike mbeten fshatrat Çerven, Kashish dhe Ferras në anën e Fierit. Në anën e Vlorës, lumi Vjos ka dalë nga shtrati duke përmbytur pazarin në Gjosë Gjallë. Banorët e zonave të rrezikuara janë njoftuar dhe si mas parandaluese janë evakuuar 12 familje. Në fshatin Vajs të bashkisë Selenic, si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, ka rrëshitur rruga si edhe janë dëmtuar 2 shtëpi. Rruga është bërë e pakalueshme për automjetet, ndërsa fatmirësisht banorët e 2 shtëpive të dëmtuara nuk kanë pësuar lëndime. Prefektja i qarkut Vlorë, Evis Allushi, ka kërkuar një informacion të detajuar nga të gjitha strukturat dhe gatishmëri maksimale në menaxhimin e situatës së krijuar, ku prioritet mbeten banorët. Ndërsa kryebashkiakja e Vlorës ka kërkuar të jepë zgjidhje përfundimtare banesave pranë shtratit të lumit, duke i larguar dhe gjetjen e banesave sociale për t'i vendosur ata. Situata paraqitet kritike edhe në qarkun e Gjirokastrës. Aksi nacional Gjirokastër-Kakavi është i bllokuar përballë fshatit Lazarat. Në vendngjarje shkuan punonjësit e firmës mirëmbajtëse për hapjen e rrugës. Kudo në qytetin e Gjirokastrës ka prani të lartë të inerteve të cilat kërkojnë në mjete të rënda për largimin e tyre. Kemi patur momentet të vështira, sidomos në disa evakuime banorësh, por që për fat të mirë e me keqja e madhe kaloi. Nuk kemi patur jetë njerëzish të rrezikuara. Ndërkohë edhe në pjesën e problematikës që kemi patur në rrugët, sidomos në rrugët e qytetit, kemi filluar që për mbrëmjes së djeshme me pastrimin e inerteve. Janë tonë inertesh në fakt që po largohen nga rrugët kryesore, duke filluar nga rruga e 18 Shtatorit. Do vazhdohet edhe me lagjet e tjera të qytetit. Nga ana tjetër, të gjitha karburantet në hyrje të qytetit kanë ndërprer punën për shkak të ujit, dherave dhe dëmtimeve të bizneseve. Kjo ka vështirësuar edhe furnizimin e mjeteve të urgjencës si edhe të policisë, që janë të vetmet që po lëvizin. Qindra makina ndërkohë ka mbetur në rrugë duke paralizuar komplet qarkullimin, ndërsa është bllokuar edhe një pjesë e bypassit të Gjirokastrës. Niveli i lumit Vjosa në Memaliaj aktualisht ka shkuar në 6.5 metra, ndërsa energjia elektrike është ndërprerë në gjysmën e qytetit dhe në fshatra përreth. Edhe në qarkun e Elbasanit, në orët e mëngjesit, intensiteti i shiut ishte i shtuar. Në Belç uji vërshoi në disa banesa, po ashtu në Elbasan u përmbytën 5 shtëpi në zonën e uzinës, 12 të ish kombinatit metalurgjik. Ndërkohë, niveli i lumit Osum është drejt rritjes, ndërsa disa hektar tokë bujqësore në Dimal janë në ujë, 10 fshatra të njësisë administrative Potom në Skrapar janë pa energji elektrike. Makinat që kalojnë në rrugën e re kombëtare Qukës-Qafploç po rrezikohen nga rrëshqitjet e gurëve dhe të dherave. Ndërkohë, autoritetet raportojnë një situatë problematike edhe në fshatrat e Pogradecit dhe të Korçës si pasojë e vërshimit të përrejnve. Rreshtet e shiut të orëve të fundit kanë bllokuar pjesërisht aksin kombëtar Qukës-Qafploç pasi ka patur rrëshqitje gurësh dhe dherash. Situata më e rëndë është në zonën pranë hyrje-daljes në një prej tuneleve të këtij aksi, ku rrëshqitjet nga shpatet anësore kanë rrezikuar edhe jetën e udhëtarëve.
Një makinë me targa greke është goditur nga dherat dhe gurat në dalje të tunelit teksa ishte në lëvizje. Fatmirësisht, drejtuesi i mjetit dhe pasagerët kanë shpëtuar pa pasoja. Policia rrugore ndodhet në terren dhe po monitoron situatën në segmentet problematike. Rreshtet e dendura të shiut shkaktuan probleme të mëdha edhe për banorët e fshatit Rëmej në Pogradec. Si pasojë e prurjeve të shumta të urave që zbrecin nga mali mbi fshat, porroi doli nga shtrati. Kryetari i Bashkisë Ilir Xhakolli tha se ndërhyrjet janë përqendruar kryesisht në rrugën e njësisë administrative Dardhas, e cila është shembur në një nga segmentet e saj. Deme më të mëdha ka 2 luminj, po edhe ai qytetit ka probleme, të 3 luminj kanë probleme, siç ishin edhe në përmbytjen që u bë herën e parë, në Rëmenj, në Vëtov, edhe në lumin e qytetit. Këtu ndodhemi në Beragosh, ku siç e shikoni është shembur një pjesë e rrugës, edhe ne njëherë kemi ardhur dhe po unë jam edhe vetë këtu për të drejtuar këto punime. Banorët janë të detyruar të lëvizin në këmbë, ndërsa në rast emergjencash nuk mund të kalojë asnjë lloj mjeti. Edhe dalja nga shtrati i lumit të fshatit Shamol në Korçë ka përmbytur disa shtëpi. Banorët thonë se një situatë e tillë përsëritet sa herë ka rreshje me intensitet të lartë. Bashkia e Pogradecit thotë se situata po monitorohet në vijim dhe se të gjitha strukturat janë në gatishmëri. Shkarkimet nga hidrocentralet në kaskadën e Drinit po vijojnë pasi prurjet janë ende të mëdha. Kjo ka bërë që zona e Nën Shkodrës të përballet me rritjen e nivelit të ujit, i cili tashmë ka mbuluar rrugët si edhe shumë banesa. Shkarkimet nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit vijojnë prej 3 ditësh, ndërsa gradualisht po përmbytin pjesë të Nën Shkodrës. Rruga e fshatit Obot është e pakalueshme me ujin që ka arritur lartësinë 40 cm. E njëjta situatë është edhe në njësinë administrative Bërdic dhe ana e Malit. Aktualisht, prurjet natyrore në kaskadën e Drinit janë të larta. Në Fierz ato arrin në rreth 2400 metra kub ujë në sekond, në Koman 1200, ndërsa në Vaun e Dejës 400 metra kub për sekond, ndërsa niveli i ujit vijon të rritet në të 3 liçenet. Në bashkinë Vau i Dejës, në njësinë administrative Bushat, rreth 15 familje janë të bllokuara nga uji, ndërsa në Malësi të Madhe, Puk dhe Fusharës nuk ka emergjenca, por në fshatra njerëzit po përballen me shkarjen e dherave si dhe rënien e gurve në rrugë. Problematike është situata edhe në Dukagjin, pasi prej 5 ditësh ai është i izoluar nga shembjet e rrugës. Ndërkohë, aksi Bog-Theth është bërthuajse i pakalueshëm nga Dëbora dhe Ngricat. Po ashtu në aksin Burrel-Rëshen ka shembje shkëmbinjsh e dherash. Pranurës së Urakës një masiv shkëmbor ka rënë në mes të asfaltit. Ekipet e pushtetit vendor janë në terren për të rikthyer në normalitet lëvizjen e banorëve të fshatrave drejt zonave urbane. Në Durrës, zyrtarët vendor po bëjnë verifikimet e dëmeve që shkaktuan përmbytjet, ndërsa banorët në zonat e prekura ankohen se kjo është një situatë e përsëritur sa herë ka rreshje masive të shiut. Durrësi vijon të mbetet i paralizuar si pasojë e përmbytjeve. Zona i Shkënetës është në situatën më të rëndë, qindra banesa janë ende në ujë, ndërkohë që emergjencat civile dhe autoritetet vendore po punojnë për të normalizuar situatën. Banorët tregojnë se kanë pësuar dëme të shumta. Voma këtu, voma gjumit komplet, dollapët kanë dalë jashtë përdorimit, janë për të huvar. Na vjen keq, po çfarë bëjmë? Na pres tëra gjatë. Ka disa të dyja shtëpitë, siç e shihni që janë të dyja shtëpitë që janë të përmbytura, ujti ka arritur gati një nivel sipër nivelit, sipër 1 metra lartësi. Po ne kemi shumë dëmë, që nga frigoriferi, lavatriç, që të tëra ambientet e shtëpisë janë për turp, ujt ka hyrë 20 metro. Është e pamundre sa që bjeshin këtu. Madje një pjesë e tyre kanë protestuar duke kërkuar ndihmë urgjente dhe kompensim nga shteti. Kërkojmë një ndihmë më të mirë edhe më të saktë për popullsinë tonë. Çfarë halli keni ju? Halli jonë, unë jam banori i kësaj objekti këtu afër, jam i përmbytur zero fare. Gjithë ky popull në ujë është gjynaf prej Zotit. Sa ujë keni në shtëpinë tënde? 30 candil kam. Unë jam 6 veta në familjen time. Ku e keni kaluar natën brëm? Natën e kam kaluar pa gjumë, fare, gjithë natën me rujt, se ka ardhur ujti, në ratë të parë plus nga dera e shtëpisë, e banesës që po
po vinë edhe urat e zeza nga toaleti brenda ka hyrë brenda. Burime nga Bashkia e Durrësit kanë bërë të ditur se janë 15 grupe në terren që po shkojnë shtëpi me shtëpi për të verifikuar dëmet dhe duke nxjerrur kostot e dëmtimeve nga përmbytja. Të njëjtat burime thanë se në fund të muajit të kaluar Këshilli Bashkiak miratoi dhe fondin për familjet e dëmtuara nga përmbytja që ndodhi një vit më parë në të njëjtën zonë. Nga të dhënat e shtabit të emergjencës, mbi 800 banesa janë me prani uji, ndërsa rreth 50 familje u evakuan drejt dy kavaleshencave. Zgjidhet pjesërisht problemi udhëtarëve që përfunduan në 2 aeroportet e Italisë pas rreshjeve të dendura të shiut. Avionët që ishin planifikuar të uleshin në Rinas mbrëmjen e të martës devijuan në Bari dhe në Brindisi, ndërsa udhëtarët përfunduan të bllokuar. Fillimisht autoritetet italiane u kanë thënë se aeroporti do të mbyllet për 24 orë dhe se nuk ka fluturime me Tiranën. Më pas i nxorën jashtë dhe u thanë të shkojnë në port për të pritur tragjetin. Janë rreth 350 udhëtarë që më në fund u nisën me tragjet drejt portit të Durrësit. Mirë po të lashët me fluturimet nuk kanë mbaruar pasi ende raportohen vonesa nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza, si për avionët që mbërrin edhe për ata që largohen. Kryeministri Edi Rama reagoi për situatën e motit të keq dhe përmbytjeve në vend. Në një postim në rrjetin social X, kreu i qeverisë ironizoi kundërshtarët politik duke i kujtuar atyre se e njëjta situatë është edhe në vende të tjera të rajonit dhe Europës. Nuk e kuptoj pse nuk po më fajsojnë akoma mua, qeverinë dhe Bashkinë e Durrësit për rreshtet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltëzi, Kroaci me radhë. Çudi e madhe opozitat andej, po të paktën të fajsojnë qeveritë e tyre, po hiç asnjë llaf, shkruan Rama. Ai gjithashtu shprehet se mbetjet e hedhura nga qytetarët në fusha apo në rrugë bën shkak i bllokimit të tubacioneve që sjellin më pas përmbytjet masive. Sali Berisha bëri fajtor qeverinë për situatën me të cilët po përballet vendi nga përmbytjet masive. Ndërsa kërkoi shpalljen e fatkeqësisë natyrore, lideri i opozitës tha se shkaqet lidhen me vjedhjen e fondeve nga pushteti. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore për gjitha ato zona të cilat prej ditës së djeshme po përballen me përmbytjet. Në një konferencë me gazetarët, Berisha vuri në dukje se mijëra familje biznese në Durrës, Lezhë, Shkodër, Gjirokastër e në disa zona të tjera të vendit u janë dëmtuar shtëpitë e bizneset si pasojë e përmbytjeve, ndaj shteti duhet të ndërhyjë për t'i ndihmuar. Gjendja është jashtëzakonisht e rëndë. Java përsëri nuk premton qetësim të motit. Shpallja e gjendjes fatkeqësisë natyrore në të gjitha rrethet e përmbytura nga Shkodra, gjerë në Gjirokastër, se edhe në Gjirokastër ka përmbytje. Edhe në Pogradec ka përmbytje. Është domosdoshmëri. Berisha ju kundërpërgjigj kryeministrit Edi Rama dhe qëndrimit të tij për përmbytje, duke deklaruar se korrupsioni është arsyeja pse qytetarët sot po përballen me këtë situatë vështirë. Takspaguesit shqiptar kanë paguar për mbrojtjen e qarkut të Durrësit 42 milion euro investim. Por korrupsioni ka bërë që hidrovori Porto Romanos kolektorin ta ketë në kotën mbi 70 centimetra. E kuptoni se kur fillon të funksionojaj, pra le të përmbyte një 70 centimetra, pastaj të filloj të evakuoj ujra. Kurse hidrovori i Hamallës prej 8 muajve i ka pompat jashtë funksioni. Ndërkaq në lidhje me aksionin e opozitës dhe protestat, Berisha preferoi të mos thotë asnjë datë kur nisin ato, duke deklaruar se do të jetë tryeza e forcave opozitare që do ta përcaktojë. Ne shkojmë në tryezë të hapur për të dëgjuar, për debatuar, për diskutuar me të pranishmit dhe vendosur së bashku mbi qëndrimet, protestat që do nërmarim në vazhdim. Edhe pse tryeza e latëve do t'jap vendimin përfundimtar për nisjen e protestave, mësohet se data 24 janar është më e mundshmja për protestën e parë kombëtare të opozitës për këtë vit.
65 vjeçari Yusuf Hasa u shpall fajtor për vrasjen e fëmijët të tij 81 vjeçar, ngjarje që ndodhi janarin e vitit të shkuar në Shëngjerq të Tiranës. Hasa goditi disa herë me çekiç Xhemal Matën e më pas i bodhi 200 euro. Organi të akuzës të kryeqytetit, Hasa i premtoi autorsinë mbi krimin, duke thënë se ishte viktime talljes nga 81 vjeçari. Gjykata e Tiranës e dënoi 65 vjeçarin me 25 vjet burg për vjedhje me pasojë vdekjen. Një person u arrestua dhe 4 të tjerë u shpallën në kërkim për kultivim të kanabisit në ambiente të mbyllura. Agjentët e antidrogës zbuluan vendin ku ndodhej lënda narkotike, ndërsa në hetim janë edhe disa punonjës të OSHE-s. Dy ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike me anë të llambave artificiale janë zbuluar në fshatin Barbullush në Vaun e Dejës gjatë operacionit policor Neonët 5. Në pranga përfundoi një 31 vjeçar ndërsa 4 persona të tjerë u shpallën në kërkim. Po ashtu ndaluan edhe 3 punonjës të OSHE-s të dyshuar për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim. Nga kontrollet në 2 banesa të përshtatura për kultivimin, sarjen dhe përpunimin e kanabisit, policia sekuestroi 583 bimë narkotike, 7.4 kg kanabis, 307 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve, si dhe 3 aparate celular. Gjatë operacionit, policia në Vaun e Dejës në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve në Shkodër ka kontrolluar edhe vende të tjera ku dyshohej se kultivoi kanabis. Me këtë fazë të fundit shkon në 9 numri ambienteve të zbuluara dhe goditura në kuadër të operacionit Neonët. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.